Spanja dhe Portugalia u goditën të hënën nga një ndërprerje energjisë elektrike që paralizoi transportin publik, shkaktoi bllokime të mëdha në trafik dhe vonesa në fluturime. Aktualisht, operatorët e shërbimeve publike po përpiqen të rikthejnë funksionimin e rrjetit elektrik. Autoritetet nuk kanë mundur të shpjegojnë shkakun e ndërprerjes së energjisë, megjithse nuk u përjashtua mundësia që ndërprerja ishte shkaktuar nga një stuhi kibernetike, përderisa zyrtarët thanë se hetimet po vazhdojnë. Një komitet krize u krijua në Spanjë për ta menaxhuar situatën sipas burimeve të agjencisë Reuters. Qeveritë e Spanjës dhe Portugalisë thirrën mbledhje të jashtëzakonshme të kabinetit pas ndërprerjes e cila gjithashtu preku përkohësisht një pjesë të Francës në kufirin verilindor me Spanjen. Ndeshjet në turneun e tenisit Madrid Open u pezulluan duke detyruar tenistin Grigor Dimitrov dhe kundërshtarin britanik Jakob Federley të linin fushën pasi tabelat e rezultateve u fikën dhe kamrat humbën energjinë. Fusha e zbrazur e tenisit në Madrid pas ndërprerjes së rrymës dukej e zbetë. Radiot spanjolle raportuan se një pjesë e metros së Madridit po evakuohej, ndërkohë që kishte bllokime trafiku në qendër të Madridit pasi semaforët kishin dalë jashtë funksionit, raportoi Radio Cadena Ser. Qindra njerëz qëndronin jashtë ndërtesave të zyrave në rrugët e Madridit dhe kishte një prani të shtuar të policisë rreth ndërtesave kryesore, duke drejtuar trafikun si dhe duke patrulluar nëpër rrugët kryesore sipas një dëshmitari të Reuters. Një nga 4 kullat në Madrid që strehon ambasadën britanike ishte evakuar, shtoi dëshmitari. Radiot lokale raportuan për njerëz të bllokuar në vagonat e metros dhe në ascensor të ngecur. Stacioni hekurudhor në Madrid u mbyll pas ndërprerjes së rrymës. Policia portugeze tha se semaforët ishin prekur në të gjithë vendin. Metroja ishte mbyllur në Lisbon dhe Porto dhe se trenat nuk po funksiononin. Operatori i metros në Lisbon tha se metroja kishte ndaluar plotësisht ndërsa njerëzit ndodheshin ende brenda trenave sipas gazetës Publico. Autobusët u mbushën me pasagjer pasi format e tjera të udhëtimit u bllokuan nga ndërprerjet e energjisë në Lisbon të Portugalisë. Një burim nga kompania ajrore TAP Air në Portugali tha se aeroporti i Lisbonës po funksiononte me gjenerator rezerv, ndërsa AENA, që menaxhon 46 aeroporte në Spanjë, raportoi për vonesa në fluturime në të gjithë vendin. Në Francë, operatori i rrjetit elektrik tha se kishte pasur një ndërprerje të shkurtër të energjisë, por furnizimi ishte rikthyer. Operatori portugez i rrjetit elektrik konfirmoi një ndërprerje të energjisë në të gjithë gadishullin iberik që preku gjithashtu një pjesë të Francës, ndërsa operatori spanjoll i rrjetit tha se po punonte me kompanitë rajonale të energjisë për të rikthyer furnizimin me energji. Të gjitha planet për rikthim gradual të furnizimit me energji janë aktivizuar në koordinim me prodhuesit dhe operatorët energjetik evropian, tha një zëdhënës i REN. REN është në kontakt të përhershëm me entitetet zyrtare përkatësisht me autoritetin kombëtar të mbrojtjes civile. Në të njëjtën kohë, po vlerësohen shkaqjet e mundshme të këtij incidenti, tha ai. Shkëputëm për një hapësirë publicitare.